Hoxha është ndaluar me përdor telefon në banjë, është ndaluar rreptësisht, domethënë, a është gjëna. Banja duhet me pas parasysh për çka shkohet njëri. Shkohet me kry nevojën dhe me dalë shpejt prej aty. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka treguar se aty ka e gjen ka shejtana, edhe besimtari për më mbrojt prej shejtanëve, duhet me thonë duan e para se me hyrë në WC, që ajo e bllokon mundësinë e ndikimit të shejtanit te besimtari. Domethënë as nuk e sheh e gjen se shohin atë besimtarin, as kanë kurfar ndikimi. Po me laçet nuk hyn aty mbrana. Domethënë, prandaj njeri shkon në banjë me kry nevojë dhe me dalë shpejt. Në këtë rast, a me marr, kemi dy situata, të dyat janë të ndaluara, por njëna marrë. Me marr telefonin për shkak nëse e ke marrë rastësisht ka qelluar që aty në xhep ose dikun, nëse thret dikush nuk bën me aqel telefonin me fol, se me një farforme me laçet i detyron me hyrë dhe me i shkru ato veprat, ato fjalë të cilat ti po i flet. Edhe e dyta, nuk je të fol, po je të kshyr diçka. Na nuk e preferojmë një gjatë të tillë. Mas paku që themi është e papëlqyer, por mund të kalojë në haram nëse njeriu humb kohën se s'ban me nejt në WC shumë. Duhet me dalë sa më shpejt. Humbja kohës. Përveç tash po bëj gore nëse ngon disa analista ban me ngun çenef. Se ata nuk meritojnë me ngu diku tjetër përveç në çenef. Kjo sa pra i gore kjo. Pra se nuk ban fare me marr telefonin në çenef.